Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka planifikuar që sonte të përfundojë gjithë procesi i rinumërimit të vendvotimeve. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka pohuar syrit se kanë mbetur vetëm edhe disa kuti për tu numëruar dhe procesi të përmbyllet. Ata kur flasin do thotë që shënon ora 16, kanë mbetur në proces për të rinumëruar edhe rreth 60 vendvotimet e fundit që i takojnë pra procesit të rregull zgjedhor që është zhvilluar më 28 dhjetor dhe sipas planifikimeve do thotë gjatë ditës së sotme në mbrëmje presim që të përfundojë rinumërimi edhe i këtyre vendvotimeve të mbetura. Po ende nuk dihet se kur do të mbahet një takim nga KQZ për shpalljen e rezultateve përfundimtare. Kjo pasi vendimi për mbledhjen do të bëhet publik orët në vazhdim. Pas procesit të rinumërimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Sigurisht se KQZ do të caktojë mbledhjen e radhës kundërrend të ditës do të jetë pikërisht do thotë shpallja këtyre rezultateve, por për kohën e saktë të kësaj mbledhje sigurisht se do të njoftojmë me kohë gjatë ditës sotme. Ashtu siç parashihet në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, subjektet politike dhe kandidatët do të mund të parashtrojnë ankesat e tyre në PZAP dhe eventualisht procesi mund të shkojë deri në Gjykatën Supreme. Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare, subjektet politike dhe kandidatët kanë të drejtën e tyre për të paraqitur ankesat në PZAP dhe siç e kemi shpjeguar në shumë raste tjera, çështja mund të shkojë deri në Gjykatën Supreme në rast se palët janë të pakënaqura me vendimin e PZAP-it. KQZ sigurisht se duhet të presë paraqitjen e këtyre ankesave nga subjektet politike dhe kandidatët, sepse kjo është një drejtë ligjore që u takon atyre, të shoh vendimarrjen e këtyre institucion, pra të presë vendimarrjen e tyre, të zbatoj këto vendime varësisht se çfarë obligojnë KQZ-n, dhe pastaj do të mund të certifikojë rezultatin e zgjedhjeve që do të shënonte përmbylljen e të gjithë procesit zgjedhor. Edhe pse nga të gjithë po kërkohet që sa më shpejt të bëhet edhe certifikimi i zgjedhjeve, zëdhënësi Elezi tha se kjo varet nga disa faktorë, prandaj nuk mund të specifikohet një datë se kur mund të ndodhë. Koha ndërmjet nga shpallja e rezultatit përfundimtar deri në certifikimin e tij varet nga disa faktorë, pra nga ajo se çfarë do të kemi gjatë procesit të ankesave. Pra mbetet të shohim se e para se sa do të jetë numri i këtyre ankesave, nëse do të ketë, pastaj vendimarrja e institucioneve, çfarë do ta detyrojë KQZ-n këto institucione të ndërmarrë, pra për zbatuar ato vendime, pra kjo kohë nga shpallja deri në certifikim varet krejtësisht nga periudha e ankesave. Kujtojmë se procesi i rinumërimit kishte filluar me 13 janar në disa komuna, e pastaj pas vendimit të dytë të KQZ-s me 19 janar 2026, në proces të rinumërimit u përfshin edhe vendvotimet e komunave tjera.